po, ka të bën me rritjen e peshës, ka të bën me obezitet. Është smundja e tashme edhe besoj edhe smundja e së ardhmes për fat keq. Fillon shumë herët, fillon shpesh pa vetdije, fillon pa u informu mirë se rreth çka mi të bo, fillon në fakt 20 vjet para se të lind fëmija. Kur 2-3 vendosin të bohen bashkë dhe të krijojnë familje, më kuptoni, ata duhet mendohen mirë çka bin në këtë botë, çka do të sjellin në këtë botë, për arsye se do t'ju ndodhë që do t'ju jepet një lodër, cila është lodër për të rritur, e nëse fëmis cili ka 3 vjet, jepni një lodër për të rritur, do të keni problem, mund të aprish, mund mos din çka duhet me bo me ta, kupton. Edhe ndodh dhe të lind fëmija, edhe ju tash